Përshëndetje, sot po përgatisim edhe bombicat e Bajramit, recetë e shpejtë e gatimit. Fillojmë. Fillimisht, për këtë recetë na nevojiten 300 gram biskota. Këtu kam 400 gram, edhe tash do i ndaj 100 gram, pra i largojmë anash, sepse nuk na nevojiten. Është një nga recetat më të pëlqyera nga të gjithë, sepse vërtet ja vlen të provohen, sepse bëhen tepër të shishme edhe për Bajram janë ideale për të gjithë mysafirët. Po i largojmë 100 gram biskota, edhe 300 gram i marrim edhe i vendojmë në blender, do t'i bluajmë edhe kështu të bluara do t'na nevojiten për ta përgatitur edhe recetën. Pasi biskotat janë blu, tash i vendojmë në një enë tjetër. 300 gram biskota të bluara, për këtë recetë na nevojiten. Te biskotat vazhdojmë shtojmë 120 ml krem për ëmbëlsira, krem Pana, Hopla, Bravo, çfarë lloj kremi që ju mund të gjeni në përmarkete. Në anën tjetër po marrim 150 gram margarinë, pak më shumë se gjysma, edhe do ta shkrim. Tek biskotat po shtojmë arra, 5 lugë të gjellës me arra, edhe po vrini që lugën po e mbushi plot me maje. Tek arrat shtojmë 3 lugë të gjellës kokos, gjithashtu edhe lugën e kokosit e mbushni plot. Që bombicat bëhen më të shishme, tash na nevojitet çoko krem ose mund të përdorni Nutella, pra çfarëdo që juve ju gjendet në shtëpi. Dhe për këtë recetë, unë do të më nevojiten 4 lugë të gjellës. Pra 4 lugë gjelle me çoko krem. Tek çoko kremi do të shtojmë 150 gram margarinë, të cilën e kemi shkrir edhe është i nxehtë val. Vazhdojmë i përzim derisa të shkrihet mirë çoko kremi edhe pastaj masën që do ta fitojmë, do e shtojmë tek biskotat dhe të gjithë përbërësit e tjerë. Kremin e fituar e shtojmë tek biskotat edhe tash krejt përbërësit i kemi hedhur, vetëm na mbetet që t'i përzim mirë derisa të na formohet një masë e trashë. Të gjithë përbërësit duhet të përzihen mjaftueshëm mirë, pra me lugë ose me dorë, si të doni ju ashtu i përgatesni. Pra brumi duhet të jetë kështu i butë. Vazhdojmë tash për 1 minutë 2 me dorë, edhe krejt në fund do e shohim se sa të mira bëhen. Unë ju garantoj se këto shijojnë shumë, kush i ka përgatit e din këtë recetë, ne vetëm se po i përgatisim edhe kësaj radhe për festën e Bajramit. Tash na nevojitet edhe pak kokos, marrim nga masa e përgatitur, i formojmë bombicat, ju japim formë të rrumbullakët edhe recetën e kena gati. Pasi t'i kemi gati, do t'i lamë në kokos, pra do t'i kalojmë të gjitha bombicat në kokos, edhe kjo është receta që kishim përgatitur për sot. Shpresoj që edhe kjo recetë ju ka pëlqy, mos nguroni, përgatisni këtë recetë, tepër të lehtë edhe shumë e shpejtë për me u përgatit. Ja vlen ta provoni për festën e Bajramit edhe për të gjithë mysafirët që juve do ju vinë për festën e Bajramit për t'ju vizituar. Unë veç kam përfundu me recetën edhe bombicat janë gati. Janë të mira, tepër të shishme, provoni edhe ju recetën. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës. Mos harroni që këtë video recetë ta ndani me miqtë tuaj, sepse ja vlen të provohet. Mirëmbëjtje.